është mësimdhënës në fushën e teknologjisë, po gjithsesi përveç mësimdhënies do të ndalim edhe të flasim pak më shumë për sportin e shigjetarisë. Nuk është se kemi diskutuar më herët shumë për këtë lloj sporti, kur ka filluar, si ka rënë në kontakt, po themi fillimisht me këtë sport, zotri Fadil, do ta ndjekim së bashku në minutat me vazhdim. Zotri Fadil, mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit që je pjesë e emisionit 410, siç e thash pak më herët, përveç mësimdhënies, do të flasim pak a shumë edhe për sportin e shigjetarisë, sepse është një sport që nuk është se praktikohet shumë në Kosovë, nuk është se njihet, edhe që më herët e kuptova që ka ardhur shumë vonë në Kosovë. Faktikisht, sporti i shigjetarisë ka ardhur vitin 2009, në maj të vitit 2009, atëherë bënëm një paraqitje sportive, një performancë. Duhet të ceku se sportin e shigjetarisë e ka sjellë Kosovë një bashkëdhetar i joni që jeton në Gjermani. Bardhy Luzhnica nga fshati Luzhnic, komuna e Sarandës. Në atë kohë ka kërku njerëz me kontaktu për me sjellë sportin. Në fund na gjet neve, para se mu marrë me shigjetari, ju marrë me shejtari, me pushka ajrore. Këmë qenë një 2 vjetë e gjysë përfaqësuesi poligonit të shejtarisë në Pallatën e Kulturës, të Rinisë dhe Sporteve. Ma vonë fillum edhe me shigjetari, po si 2 federata nuk mujtë me ba, u detyru mu nda federatat. Une kalova prej shejtarisë, mbeta në shigjetari. Prej 2009 deri sot, vazhdimisht i majmë do gara, ushtrojmë, kemi mundësi, po mundësit i kemi pak ma të kufizume. Se pe thëmë të kufizume. Poligon publik nuk kemi. Me që jam pëntori arsimit, tu ju falenderu DK-as, na i themi drejtoria e arsimit komunal. Ajo na i ka ba të mundshme në përsalat edukatës fizike me më gjallë këtë aktivitet, për ndryshe ishëm detyru edhe me mbyll krejt. 2 herë këm pas poligonit mira në Pallatën e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Për fatin e keq 2 herë më desht me dalë për herën e dytë, shumë banalisht i më dalë. Ju kanë përzën me fjallë tjera? Ditën e parë që ka ardhur një drejtor ushtrus detyre, sikur me kanë e hanë. Të martën më ka thirrë mu në zyre. Ishin kanë atë në zyre bukur shumë do zyrtar, edhe drejtori i kalum që ma dha atë koridor, tu bisedu, tha, në basë metrave 4 orë, ty takon me pagu që ron 5.000 euro. 5.000 euro, i thë... Si ka mundësi? Ish drejtori i sporteve, cilim duhet me falenderu, se jam mirë një, s'ku të qo që është. Granit Rogova në ka ndimu, aq sa ka mujtë, sa ka pas mundësi. Kurse këta të pallatit, unë i thash ati drejtorët ushtrusit detyre. Thash me pas bugjetin e Barcelonës, se për qëtë koridor 5.000 euro në mundë si japë. Edhe pritëm një kohë, s'mëjtëm me gjithë gjutë për bashkët, modesht, mu largu. E improvizum një si zyre, si depo, se aty, qatë zyre që e improvizum, logaritësha me majtë edhe ligjëratat, me pru një projektor, me majtë ligjëratat, po nuk mujtë me vazhdu, e dërpetëm. Momentalisht, veç me nëzënsat shkollës, jam të ushtru. Për të ardhë keq pak sa, të e marë parasysh që e keni dëshirë një dhe dashnit madhe për sportin. Ushtë mirë me marrë me sport të rinia, me cilin të qovë sport. Jo me një lej sporti, me cilin të qovë që e ka ma afer, pa marrë parasysh cilin, po ka njerë kemi pak vështërsi me këto farë udhejt që tonë nuk përna përkrajnë njaftu shumë. Shumë e vërtë. Për veti, për pos DK-as, drejtoria arsimit komunal Prishtinës, tjerëve s'moj me ju falenderu. Deri tani është se ka pas përkraja? Pas pengesat me haja për sport. Kumë ba kërkesat ndryshme. Një rast më dohet me cek, vitin e kalum, të më njoftë disa zyrtarë pallatit, njeri murë në telefon. Isha të prit autobus me shku shpe. Tha, bëne një kërkese, dojnë mi liru, do hapësira sportive. është o të rrit njëra që më thire, për unë e ma kërkes nuk bëj.
Vënd me të vërtet ma në kërkesë nuk bëj. Po. Jo, më ljohë Të të janë ba shuar kërkesa. shpresat edhe normalisht është Prej krijuar. 2009-ës deri me tani 15 vjetë, 16 vjetë ku ba kërkesa shumë. Deri sa jem demoralizu që ma kërkesë, kujna mi ba. Nuk dojnë me të marë parasysh. Më bjen keq, me folë, po është e në vërtet, të na jemi arë në një situatë, pa intervenu dikush, nuk të merë parasysh kërkush, marë parasysh a e meriton, a ki merita. Qoftë edhe një njëri shumë i thjesht nëse intervenon të marrin parasysh. S'ki një intervencë vogël. Shkon puna dhe mbetet e pa realizuar. Për të ardhë kesh, kemi dështuar në këtë aspekt. Për generatat e reja, ka të interesu. Po. Me na përkra, muj me masovizu sportin, pa asnjë problem. Po. Është bana me në madhë, unë jam trener ndërkombëtar i niveli 2. Po, me folë për vete, është pak ma në ciklet, njëri, s'po du. E vërtet, po gjithsesi është mirë se të flitet, sidomos kur situata është e tillë, kur nuk ka përkraje, kur një farë mënyrë rrezikohet që të zhduket komplet si sport, sepse nëse vazhdon në këtë mënyrë, zbehet edhe dëshira për të punuar e lema për të vazhduar si realizimi i këtij sporti në vendin tonë. Ju si gazetar më noni me ditë gjithë sen që na preokupon, na rrethon. Filloj një përkraje e pata nga drejtoria sporteve. Kum pas edhe pengesa që ato më pengojshin me realizu. Derisa Pse mendon që po ndodhin këto, gjitha këto pengesa, këto mos përkraje, gjithë kjo situatë, edhe kjo nuk besoj që është vetëm për këtë sport. Ka edhe sporte tjera të cilat e vuajnë një farë mënyre të njëjtën situatë. Unë mund gaboj nëse prononcohem. Lutem. Po, tu e pa mentalitetin tonë, nuk jemi shpirt humani, nuk dojmë me përkra një tjetrin. Arsyeja është ma shumë jemi të prirë me pengu e me kritiku se sa me ndimu. Nështë ta mund të gaboj, po... Jo, kemi ardhë në një qasi situate sa që po vreja dukshëm që është një situatë jo shumë e mirë në mesin po. Me që jam i vetë një klub, tani u formu edhe një klub në Prishtinë, për sportin e shqiptarisë. Shqiptarisë, po. Isha i vetë një klub për sportin e shqiptarisë, po shumë këm pas vështërsi për realizimin e disa detyra, hapësirave sportive, ma shumë, tjera s'këm kërkune. Një rast isha në shkollë në Liri, mësim dhansë i Liris, kemi ushtru në oborin e ambulantës shtëpisë të shëndetit në Velani. Dikush prej ambasadës Gjermane në ka pa të ushtru, ishte dimën, borë. Ata kanë intervenu, tonë na i njeroj, s'bëj me thonë i njeroj, nështë fjallë ofenduse, po... Jo, edhe mund të thuhet, sepse në fund të ditës kështu po rezultant tjetë. Unë po flasë për sportin e shqiptarisë. Kemi nevoj për hapësira sportive. U do të qoftë. Mrena një kohë shumë shkurt, keni me pa rezultatin. Po në munges të hapësira sportive, ku me marë rezultatin? S'ka, s'mon është me pas rezultat. Unë e disa garus që i kam, ju më detyru pa isje sportive mi avdon ata me ushtru shpe. Kemi pre, me të vërtet, kemi pre me motor druve, kemi pre një hapsir me qenë një koridor, kemi pre thana, kemi pre dardha tegra, therra, për me qenë një koridor. Në nëzani shiu, në bani uj, edhe u detyru me u largu. U dovë kemi kalu në për abort njonit, për me shku me ushtru. Deri të vendin gjaris. U detyru me u largu. E qëtu vujtje, kur ja kom të regu drejtorit, ka qenë drejtor i palatit Ilir Dugolli. Iliri na i dha mundësin me ushtru, deri sa të vijin mundësit me renovu palatin e rinis. Deri që a dit ushtroni. Momenti që vjen dita me renovu, tha, duhet me liru. Që ashtu morën vesh. E pastrova atë koridor, e rregullova, në punt, u duft me dalë. Pse nga kërkesa për 5.000 euro, Jo, unë e të regova, aty për aty, në emën të klubit, thash flas vetë. Thash nuk kam mësi. Çfarë thot komuna, duhet me pyet. Ma li për me shkrim me ju drejtu, unë i të regova drejtorit, tha unë e mirëna me ta, po s'mujtën, me gjithë një gjutë për bashkët nuk mujtën.
Kjo shumë maramence, zoti Fadil, 5.000 euro as lokalet, po themi, që janë private, që i lëshohen me qira, janë shumë të rrallat. Aje ka llogarit qiran. Diçka një pronë e shtetit. Qiran e korridorit që ma dhanë e ka llogarit me qiran e lokaleve biznisore. Po. Ato që mojnë biznis. Me qatë tarif, ka... Ka cilësu edhe ty si klubi shqiptarisë, në rasti sportit. Sporti shqiptarisë, me siguri e dini, është sport jo profitabel. Na i marëm garus të vegjel, nxansat, për fatin tonë që janë punëtori arsimit, me pas poligon publik, antarësohen, puna me shqiptarim duhet me cekni se opinioni nuk e din. Po të lutem. Kur formohet klasa për 20 antarëve, atëherë i majmë 2 ditë ligjerat, ditën e tretë fillojmë praktikisht me shigjetën. Na drejt për drejti po shkojmë me shigjetë. Parimisht qyshe kërkon sporti shqiptarisë, nuk i kemi ushtru, po në basë të kushteve. është dashtë të improvizohet edhe... Edhe të veçlit, dhe sa kena pas rezultatet mira. Tash po flasim për rezultatet mira. Boll folën për këto të këqijat. E di që këto situata nuk e përmisojnë, po themi, as gjendjen, po pse jo, ndoshta na ndëgjon dikush. Në fund të ditës, shumica e sporteve kanë edhe sponsor të jashtëm, qoftë nga bizneset, qoftë nga përkrahas të cilët janë dashamirës të sportit, e pse ndoshta po na dëgjon dikush edhe t'ju dalin ndihmë. Për rezultatet mira, duhet me cek një rast. Garusja parë, femën, e Republikës Kosovës, me dalë gara ndërkombëtare është e klubit tonë. E para. Pastaj kanë dalë të tjerat, po i patëm rezultate. Shkum në garat e Bakus në Greqi. Jo, në vërtet maraton. Në maraton të Greqis, nuk patëm rezultat ndërkombëtar të mirë, sa patëm këtu mrena, pe garave nacionale. Në garat ndërkombëtare u kvalifikuan për mini olimpiade në Baku, në saj se ishte femën, e i tërhiku edhe garustia. Kjo është për klubin tonë, kjo është një rezultat. Kjo ka qenë dikon 2015, në prill të 2015. E në garat mrenshme, ka ndodhi kom pas dhe garus, dvegjel pioner, 4 garus i kom qunë suarek, për fatin e mirë 4 të partë të dullën. Kjo ka qenë gara më e sukseshme në klubin tonë. Po. Prej cilës mosh fillojnë? Zakonisht fillojnë pej moshës 12 vjeqare. Pej pionerve, mase e hapam këtë temë, duhet me cek, kemi kategoritë ndryshme. Pionert, deri në moshën 16. 16 deri në moshën 14 vërtet pionert, 14 deri në 16 kadet, kadet si të kalën moshën 16, hynë në junior deri në moshën 21. Moshën 21 deri në moshën 50 janë seniort. Deri në 50? Deri në 50. 50 kategoria e sporti shqiptarisë ka mbi moshën 50 vjeqare, na i themi veteran. Veteran, po. Si veteran, mbi moshën 50 vjeqare, ku marrë pjesë në gara me një kryetar të klubi tjetër, por na 2 ishëm edhe, ka një erë gara ishëm, por me ba pak ma interesant, po kove të fundit e referoj, ma shumë i referoj garat, si në referi, si sa që garoj. Nuk është ma për neve garimi, ka kalu koha. Ka kalu koha, po gjithsesi ju jeni pranë sportit, edhe në të ditës... Jo, se bëjshëm rival njën i tjetrit. Edhe ishëm shok, edhe bëjshëm rivale, hishëm garë si persona... Kjo e bën më interesantë. Po, më interesantë, bëjke, normal. Kjo rivaliteti, pikrisht, e ku ka më bukur se t'jeshe shok në njëtën... Ishëm vet me 2 trenera, kryetar të klubeve edhe trenera. Edhe u futë shumë garë njënë me tjetrin si rivalitet. E bëjshëm pak më interesant, po ta një i shoku ma në kusht. Ka ndru jetë? Po. Vjen shumë keq. Na vjen keq edhe neve, ka qenë punëtori malë, e njojnë departamenti sporteve, komiteti olimpik e njojnë shumë mirë, edhe a i ka pas të lashe për përkraje bukur shumë. Po, i njëta situatë, vazhdojnë tjetë. Po, jemi ku jemi. Po gjithsesi, gjithë kjo situatë, gjithë kjo ignorancë nga institucionet dhe jo vetëm, gjithë kjo mos përkraje, ndoshta edhe pengesë ko pas kohe, juve nuk për ju ndalë, ju vazhdojnë t'jeni pjesë e këtyre që e dojnë sportin, dhe ku ka ma mirë se të kontribonin ndaj rinis tonë.
një farë mënyre. Po pse mos me eduku fëmijën edhe të vegjlit edhe në frymën e sportit. Po. Çka na kushton? Po ma mirë më marr me sport e me kalu një kohë me eduku një frymë të shnorsh sportive, se sa me Facebook. Vjen keq me thonë se u ba trend telefoni. Po. Nuk është as pak keq. Në fund të ditës është krijuar një varësi që do të na penalizojë dhe do ta vuajmë shumë më. Është krijuar varësi se jemi ardhur deri në çat moment që jemi të varur 2 orë se ndrrim pa përdor telefon. 2 orë janë shumë. S'mund të rrim 2 minuta, 20, se 2 orë janë shumë. Tu bazon këtë fillum, kishëm entuziazëm, kishëm energji sportive, po kishëm edhe shumë vështërsi. E vërtet. Sa janë të entuziast trit edhe trejat për me e praktiku sportin e shigjetarisë? Që që unë po flasë për ata që e dojnë sportin. Ka shumë. Me të vërtet ka shumë. Kohëve të fundit jam të punu me një emision e kemi majtë me një grup të zonësave të cilët me mësime janë shumë të mirë. Arsyeja pse i ku marrë ata. Çdo njëri mundet me dhënë të njëjtën arsye ato që ai japon. Zonësat e mirë janë dëgjojnë. Në momenti që ai dëgjon kupton diçka. Edhe ma let e ki, nuk lodhe shumë. Këta që bëjnë zhurëm nuk dëgjojnë dhe atëherë do të mirë shpjegu të njëjtin element. Është e vështirë. E vështirë për secilin, jo për mua. Për secilin. Aty ku s'ka disiplinë, rezultat vështirë është me pas. Ku ka disiplinë, ka dhe rezultat. Kjo është shumë e thjeshtë. E vërtet. Sa është i vështirë tani si sport në përgjithësi për ta mësuar edhe për ta praktikuar? Sporti, si çdo sport tjetër, po flas për sportin ton, kërkon disiplinë. Patjetër. Nuk është i vështirë. Po nuk guxon se shigjetaria harku është armë e ftoftë. Në ligjin në fund të ditës mund të shkaktojë edhe kategorizohet si armë e ftoftë, po me toj. Dallon pak prej armëve të ftofta tjera. Kjo nëse jepen kuptimin e shigjetës. Po. Nëse si e disciplinu, mundët në ardhe të nuk ka ndodhë. Kemi majtë gara prej 2009-ës, 2010-ën komplet, kalendarin vjetor të garave. Kemi majtë gara ndërkombëtare, hala asë njëherë, asë më të voglin, ekses nuk e kemi pasë. S'ka ndodhë. Kjo të regon për një pikëmëri që keni pasë edhe... Kërko disiplinë edhe jove çdo njëri prej neve që mirët me këtë sport, kërkon disiplinë për gjithë pranishmeve. Për atë arsye, tu ju falenderoj qësaj, s'kemi pas asë një ekses. Kur s'ka ndodhë me pas një problem. Po të e marë parasysh që është një lloj sporti që përmendet se cilësohet si armë e ftoftë. Sa janë të hapur prindrit që ti përkrahin tani fëmijët e tyne për të marrë pjesë me këtë lloj sporti? Ma ke bani pyetje që unë asnjë se marr pa pëlqimin e prindit. Lutem. Pa ma dhënë pëlqimin, ma herët i kom pas disa fletë si deklarat. Ato i ka pregadit federata, i ka shpërndarë për klube, edhe secili antar i ri e ka numrin rendor të veçantë. Me numër të rendor, u regjistru XY, numri rendor vjen të urrit. Edhe kum pas rast të shku për pej në gara. Na nalën policia. Ku përshkoni thash në gara? Na liru nuk na... veç na pëtën, se i patën i kisha 5.000. Mos mi pas që ato i librez, ato e jenë si certifikat e garuzve. Mos mi pas që ato i libreza, ku është beson, ku pëjqan këta fëmi. Ku pëj dërgan këta fëmi, po. Po falja saj që i kishëm pregadit, edhe ka një fotografi normal, javly, po. I kishëm pregadit ato farë si certifikatat antarësis, shkum, gara, u këthym, pa problem. Prindrit, a kanë frikë në këtë rast për t'i lejuar fëmijët e tyre që ta praktikojnë këtë sport, duke marrë parasysh, u përmend edhe pak më herët është armë e ftoftë në vëditës mund të cilësohet si sport me rrezikshmëri pak më të lartë? Deri sot nuk kom has në këtë vështërsi që prind kanë një dosë frikës për fëmijën e vet. A kanë atë farë bindjen të më njohin? Po. Edhe pa i marrë, pa i antarësu, prind të më njohin. Edhe thmija din me ju shpjegu prindit
Pa ka shumë se kush si është treneri, kush është ushtruesi. Hala s'kum pas asnjë problem. Deri tash. As ma të voglën dozë të frikës. Po, deri këtu kemi kalu mirë. Kjo është e rëndësishme. Ato vështërsitë e infrastrukturës i përmenëm fillim, po pilon pak ma anësh, po flasim për suksesin e shqiptarisë. Deri këtu kemi kalu mirë me sukses. Cili është momenti më i bukur që e kujton gjatë gjithë kësaj, po themi, pjese të bukur të sportit, gjitha këtyre viteve që e marrë me këtë sport? Unë edhe qaj edhe jo unë, po shumë antarë të sportit të shqiptarisë, e kemi majtë një garë që ceka pak më heret në Suarek. Fushën e futbolit Balkani. Po, krejt ajo, ato jo ka qenë ata garus të mi të 4 partë. Krejt ajo ka kalu mirë. Po, e veçanta kësaj është kryetari i klubit të Luzhnicës. Klubi Luzhnica, kër e kemi majtë pjesën finale, e kemi majtë mbi lumë. Lumi poshtë, a e kish pregadit mbi lumë, ato drasat e skelet. Për mu, ajo ditë nuk harrot është gara ma e veçantë, gara ma e bukur që ka ekzistu deri sot. Në finale kanë marrë pjesë 3 garus të Republikës Shqipërisë dhe 3 garus të Republikës Kosovës. Finalistat që i shpallëm, për fatin e mirë, na Kosovar dullëm, kishe pat mirë. Ma mirë. Po kjo është falë punës në fund të ditës, a? Falë dëshirës për të marrë në sport. Ata kanë fillu pak ma vonë me shqiptari. E kanë pas ma heret, po e kanë dërprej. Shqiptaria në Shqipëri dikun 2014 në 2015 ka fillu, unë kam qenë si me një 3 garus tjerë, si musafer, kur është themelu Federata e Harkut, ata i thojnë Harkut. Na i themi shqiptarisë, ata i thojnë Harkut. Shkum, i vizitum, se na kishëm pajisjet, ata halas kishëm pajisje. Për me demonstru pak, shkum na Kosovartë, Shqipëri, e majtëm një farë aktiviteti edhe u themelu Federata e Harkut të qitjes me Harkut në Shqipëri. Momentet bukra, po gjithsesi edhe të hidhura, ato që i përmenëm në fillim. Unë po shpresoj shumë që ju ta keni shëndetin, fillimisht, edhe këta 33 t'ju keni juve si pikë ku mund të afrohen edhe t'ju keni si një lloj mbështetje për gjithë shka që ata dëshirojnë të arrisin jetë. Do doja një mesazh nga ona jote pse jo një thirrje krejt për fond. Unë mesazhin e vetëm e kam nëse na jepin hapësira sportive. Për një kohë shumë shkurt keni me u bindë që sporti shqiptarisë veç vjen të u masovizu, të u rrit. Ta muj me fol me bindjet plot. Po na pengojnë, po na jepin mundësin më të regu. Ka kvalitet shqiptari. Nështë është e tepër që po flasë. Për mi 30 personë në shqiptari janë trenera ndërkombëtar të nivelit parë e dytë, që asë një sport tjetër nuk ka trenera ndërkombëtar më shumë. E vërtet. E vetëmja, nëse edhe qëta do të me cek, e vetëmja federat pa ndimin e Komitetit Olimpik është shqiptaria që unë ndërkombëtarizu, pa ndimin e të tjerve. Po nuk na i pranojnë këtu, nuk i lanë si në heshtje. Ka kvalitet shqiptari, ka njerës që punojnë, e dojnë sportin, janë entuziast, me të vërtet punojnë. Normal edhe shteti du të mëna një mu pak, pa përkrajen e institucioneve, është e vështirë. Mëse normale dhe mëse nevojshme në fund të ditës. Edhe nevojshme, edhe normal, po. Shumë falemnderit, zotri Fadil, ju uroj shëndet, si që thash pak më herët, edhe përshpresoj shumë që të rregullohet sa do pak gjendja e sportit shqiptarisë në Kosovë. Ishte shumë kënaqësi. Falemnderit edhe juve. Miq se mi dashur, krejt për fund e kemi lënë një tjetër material të cilin e ka përgatitur Elsa. Përpara se t'ju njoftoj me materialin, unë po i përshëndes edhe ata që kujdesen gjithmonë për ne. Kemi platformën Telkos dhe Ujmokne. Përshëndet më të mirë.